Mirëmbrëma të dashur miq, mirë se erdhët në këtë të mërkurë të datës 29 janar, si çdo të mërkurë tjetër, edhe sot ne do të flasim për arte dhe për kulturë, edhe për fat mirë, sepse jo gjithmonë ka diçka për të folur, ka disa ngjarje që kanë tërhequr vëmendjen e ardashësve në kryeqytet. Është një ekspozitë e cila unë ka pak që e mësova, ka 16 vjet që zhvillohet, nëntor 16, është hapur sot, është qelur sot në Muzeun Kombëtar, dhe aty janë emrat më të njohur të pikturës shqiptare, ata që kanë themeluar historinë e artit shqiptar, që ekspozojnë me veprat e tyre, edhe për këtë do të flasim sot. Unë kam zgjedhur të flas me kuratorët, sepse të 25 autorët nuk do të mjaftonte kjo studio, nuk do të mjaftonte një orë gjysmë program. Prezantoj me njerë zotin Aleksandër Filipi, ai është piktor, është kurator njëkohësisht i kësaj ekspozite, mirë se erdhët zoti Filipi, dhe zotin Adi Devolli, po kështu kurator i ekspozitës nëntor 16. U çel ekspozita sot pas dite. Dua fillimisht impresionet e hapjes së ekspozitës. Jo, është kënaqësi në fakt sepse ky grup, gjatë 16 vjetëve që e ka hapur këtë ekspozitë, mund të jetë ndoshta ekspozita që ka pasur gjithmonë një pjesëmarrje, shumë të gjerë njerëzish. Them për preferencë dhe pëlqimin që kam për pikturën, për të shikuar dhe aty çfaqjet e koncepteve të reja dhe mendësive të reja, në artet pamore, të kësaj gjinie të pikturës Kavaletit, por ndoshta nga që duke qenë edhe 20, sikur për të qenë pak me këmbët më në tokë, megjithëse nuk duhet të qahemi sepse ka goxha vëmendje reale, Nuk mund mos ketë vëmendje, do të ishte absolutisht e pa justifikueshme që të mos kishte as kaq vëmendje sa ka për nëntor 16, duke marrë parasysh emrat. Zoti Devolli, si ishte sot hapja e ekspozitës? Kishte njerëz, kishte pranit mediave, kishte pranit krerëve të institucioneve, përgjegjëse për artin? Unë dua ta nis bisedën pak për ndrysh. Duke menduar që në këtë ekspozitë gjenerata artistëve ka një moshë mesatare mbi 50 vjeç, që do thotë njerëz që kanë një krijimtari gjatë. Jo vetëm krijimtari gjatë si krijimtari, po krijimtari intensive. Të konsoliduar. Të konsoliduar dhe shumë intensive, njerëz që punojnë sistematikisht. Këto njerëz kanë marrë pjesë gjithmonë për ekspozita kombëtare, lokale, ndërkombëtare, kudo nëpër botë. Pra, do të doja që duke qenë autor të këtij niveli, mendimi im, më duket pak pyese që do të kishin një vëmendje shumë të madhe nga institucionet, praktikisht nga Ministria e Kulturës, e cila nuk paraqesin asnjë lloj vëmendje për këtë ngjarje. Çdo të quaj vëmendje në rastin e një ekspozite, prezenca e ministres sot në hapjen e ekspozitës? Prezenca e ministres sipas meje është gjë e fundit. Por kur bëhet fjalë për autor, siç thash, edhe nuk do ta përsëris, siç e tha dhe Filipi, autor që janë dhe krijues në themelimin e shkollave të para shqiptare, të akademive të para shqiptare, njerëz që kanë krijuar, domethënë institucionalizuar artin shqiptar, nivelet si ministria duhet kishin një vëmendje më të madhe për t'i afruar këto njerëz. Pra, ministria duhet t'i afronte dhe të ndëgjonte kërkesat e këtyre njerëzve. Por bëhet e kundërta. Këto njerëz braktisen në një sallë muzeu, ku ndërkohë ka vende të tjera, siç është Galeria e Arteve, që të paktën është një sallë me parametra optimal për ekspozitë. Më dinjitoze, absolutisht. Bëhet fjalë. Pra, nuk i takon takimit të këtyre njerëzve të ekspozojnë atje. Megjithëse janë bërë kërkesa zyrtare, nuk ka pasur asnjë lloj përgjigje për këtë punë. Dhe kjo më duket pak fyese.
Kishte agent të ngjeshur Galeria e Arteve, që nuk arritët do të ekspozonit atje, apo kishte probleme tjera? Po ti futesh problemet shumë fjalë për fjalë, domethënë dihet që secila palë i ka të justifikuara probleme dhe duket sikur nuk ndryshon. Puna është që të ndryshojë kjo gjë, domethënë të mund të arrihet, sepse me fjalë të gjithë e pranojmë ne. Edhe personalitetet ndryshme që ky grup është me krijues, domethënë, dhe të paktën u takon kaq privilegje, domethënë për kaq sa kanë dhënë kontribut gjatë gjithë jetës tyre. Se tashi të kesh artist si Wilson Kilica, në fundit bëhet fjalë për një 10 ditë në vit, dhe të mos ketë dot një sipërfaqe ku të ekspozojë në mënyrë grupi kolektive, domethënë një apo dy vepra. Në fakt nuk ishte? Domethënë, teorikisht edhe konkretisht, domethënë, të gjitha ato argumentat, domethënë, e bëjnë të pamundur këtë gjë, duke qenë të gjithë si me duart pastra. Kurse fakti është që nuk bëhet, dhe kjo ka rëndësi. Atëre, diçka duhet bëhet. Në rastin e Sallës, se Muzeut Kombëtar, duhet thënë që ai na ndihmoi, ne ishim jashtë kohe tash, sepse na u dogj mundësia për ta hapur në nëndor, se patëm një iluzion se mund ta hapnim në Galerinë Kombëtare. Por, me sa duket, agenda që kishte programi i Galerisë Kombëtare me aktivitetet e saj, nuk kishte hapësirë bosh. Nuk korrespondonte. Kështu që ne mbetëm, domethënë, pasi edhe momenti në Muzeun Kombëtar kishte vetëm një 7 ditë shkollë, sepse kishte aktivitetet të tjera, dhe falë drejtorit muzeut, që me shumë bon sens, me shumë dëshirë të mirë, domethënë, bëri ca spostime kështu dhe na krijoi këtë mundësi 10 ditë. Natyrisht që shumë nga këta piktorë janë edhe pensionistë, domethënë, dhe ne detyrohemi që edhe Sallën kemi pasur raste dhe sponsorizime kështu nga ministritë apo nga këto, po. Po ta paguani vetë? E paguajmë vetë, po. Të gjitha dhe shpenzimet e tjera, falë një firme studiografike që në bën kalendarin vit për vit, falas, dhe domethënë është një mundësi. Kemi pasur raste kur kemi gjetur një sponsor vetë, me shumë mundim për të realizuar disa katalog. Do të flasim pak edhe për vështirësitë të qenit kurator të ekspozitave të tilla të artit, pavarësisht se flitet për emra të mëdhenj të pikturës shqiptare, po për të mos e humbur entuziazmin e çeljes së ekspozitës. Edhe për t'i bërë gjithë ata që janë kurioz të shkojnë ta shohin, pavarësisht se do të ishte mirë të ishte në një sallë më dinjitoze se ajo që është. Aty ku është, çfarë do të gjejnë? 50 punime të 25 autorëve, çfarë tematike, si janë përzgjedhur, me çfarë prezantohen? Atëherë, tematika në këtë ekspozit është gjithmonë ka një prevalencë të tematik e lirë. E lirë? E lirë. Për vetë natyrën, artisti është i lirë, është i pamvarur, është i pamvarur qarshi shoqërisë dhe i mvarur nga emocionet e tij. Dhe aty do të gjej autor të ndryshëm, stile të ndryshme. Duke filluar nga stilizime që shkojnë deri në abstraksion, duke vazhduar deri ke piktura dekorative dhe piktura figurative. Kjo është varjueshmëria e kësaj ekspozite. Ka dhe tek tuk edhe teknika të ndryshme. Si që janë vizatimi. Për më qartë, kështu më falë, doja ta me që e kemi theksuar, do më thënë kështu. Në principet bazë të organizimit të këtij grupi, do më thënë, i vetmi kusht është pjesëmarrja me pikturën e kavaletit, do më thënë, në 2 dimension, 2 dimensional. Dhe me ngjyra. Duke qenë ngjyra një komponent i rëndësishëm, do thënë, si kërkesë në këtë grup, por problemi i tematikës, i temës, i subjektit që zgjedh autori, apo dhe i zhanrit për portret, kompozim, pejsazh, nuk është i përcaktuar. Ka një sens domethënë që të jetë, edhe kur është e abstrahuar plotësisht, domethënë të ketë një sens figurativ, domethënë kështu, për të krijuar një mundësi komunikimi sepse ka një argument. Tek abstraktja fare ne nuk trashëgojmë në një eksperiencë shumë të madhe, domethënë, edhe mund të ketë abuzime, domethënë për të shmangur këtë. Me gjithë abstrahimin që bëhet, këto janë paka shumë si kërkesa, si koncept kuratorial, nuk kushtëzohet me idenë që kur u krijua ky grup, nga 3 autorë si Llambi Blido, Besim Tula dhe Stefan Taçi, këta kanë qenë 3 ideatorët e krijimit të kësaj,
u mendua domethënë që të krijohet mbi këto principe. E para njerë t'i gëzohet të drejtës së lirisë të shprehurit, ku secili dhe domethënë përgjegjësia është vetëm personale në kuptimin edhe profesional të fjalës. Ne I ekspozojmë veprat, secili jep lirin mundësisht gjithë kapacitetin e tij, domethënë për atë periudhë viti, sepse në një periudhë caktuar do të eksperimentojë diçka dhe mundet rezultatet mos jetë përfundimtar. Asnjë paragjykim ne nuk I krijojmë njëri tjetrit, se për secilin është përgjegjësi personale vepra e tij, domethënë se si ai ndodhet, si gjendet në marrëdhënie me gjithë ekspozitën. Sa për këtë ekspozit që u hap sot, në mënyrë metaforike, megjithëse për fat keq ka ngelur një sfond I zi nga një ekspozit që u hap fotografike, koloriti I punëve e thyen. Ka një, domethënë, mbivënie e këtyre veprave që kanë pjesë nga pasioni, nga shpirti krijues, domethënë I artistëve, domethënë duket sikur I bëri një lloj mposhtje. Por detyrimisht që kemi biseduar për punën e rregullimit edhe të sallës, në biseda me të gjithë, dhe mendimi është që duhet të bërë një ndërhyrje, janë bërë dhe projekte për të bërë, natyrisht që ato duan një fond. Absolutisht. Cilat janë emrat më të njohur për publikun nga 25 autorët, që në një farë mënyrë janë edhe imponues për gjithë ata që do të shkojnë për ta parë? Po, si thash edhe më lartë, kjo është një ekspozit ku janë kryesisht dy grupe moshësh. Dy breza. Dy breza. Jo, ka tre. Ka tre breza, ka dhe të rinë fare. Ka dhe të rinë, temi kryesorja. Kryesorja, dhe trit janë bërë shumë mirë që të incentivohen, që të inkurajon. Edhe kjo ka qenë leitmotivi I këtij grupi, gjithmonë me fut elementin e ri. Po I kisha fjalën si grupe kryesore. Pra kemi dy grupe kryesore, ish pedagogët tanë, që tashmë janë mosh, si profesor Kilica. Kanë krijime të kohëve përpara, apo vazhdojnë akoma janë aktiv në krimtari? Ato janë aktiv, po Kilica, për shumë profesori, që ka qenë dhe themelusi I Akademisë Shqiptare, drejtori I parë I Akademisë Shqiptare, pati një fatkeqësi, smundje, edhe nuk mundi të binte veprat fundit, ka pruar një vepër nga rinia e tij. Pastaj vinë emra të tjerë të këtij brezi si Zef Shoshi, Xenofondilo, Kujtim Buza, disa nga që janë brez pak më I madh nga ne, Hasan Çapari, Hasan Albani, Lazar Muzeqari, Petro Kukushen e tham. Pra, ndoshta tash nuk kujtohen të gjitha emrat, por pasaj vjen brezi jon, brezi I përshim ke 60, po edhe ne kemi një jetë të tërë këtë punë. Nuk janë pak vite. Nuk janë pak vite dhe vite që punohet për ditë me një pasion shumë të madh. Pra, gjëja që më pëlqen mua, paktën personalisht, jashtë ekraneve, jashtë autorët shqiptarë, paktën to që njohim ne, janë njerëz pasionant, me pasionet të mëdha, me egoizmat të mëdhej profesional, gjë që unë e shoh anën më pozitive të kësaj. Sikudo ka dhe mangësi, po flas jo në nivel shtetëror, po flas në nivel privat. Do doja për shkakun, gjë që mungon këtu, jo vetëm për artet figurative, tu mungon dhe për muzikën, mungon dhe për teatrin, mungon dhe për letërsinë, që nuk ka kur bëhet një ekspozit, ose kur bëhet një festival, si mas me. Duhet të ketë një post-festival, duhet të ketë një post-ekspozit. Duhet të ketë një diskutim më mbrapa. Duhet të ketë një diskutim të madh të hapur krijuesish, ku të jenë të ftuar dhe gazetarë, të diskutohet, bëhet analizë profesionale mbi vlerat e kësaj ekspozite. Çfarë la pas? Pa, bëhet. Kjo bën si pasojë që pak e nga pak të riformohet institucioni kritikës.
Sepse ky institucioni kritikës ashi nuk ekziston më. Pa, institucioni kritikës është domosdoshmëri në art. Sepse nëpërmjet institucionit kritikës njerëzit kuptojnë kush është e bukura në art. Shiko, ti jesh kurator, ti jesh artist, ti jesh piktor në rastin konkret, të krijosh, të ballafaqosh idet me kolegët e tu, të bësh një ekspozit për 16 vjetësh dhe në fund të mos ketë një opinion të përgjithshëm se si shkoje, gjitha duhet jetë shumë e vështirë për të stimuluar për vitin tjetër. Si ja bëni për të marrë atë pjesën e kthimit të opinionit të artistëve të atyre që e kanë parë? Këto format diskutimesh i kemi me njëri tjetrin, edhe aty gjatë ekspozitës, po edhe në për studio. Jemi goxha në korrent me zhvillimet e gjithë artit. Sot nuk e ndalon dot me asnjë gjë këtë gjë dhe nuk mund të jetë pronë askujt, sepse mjafton një buton në internet, në kompjuter dhe të lidhesh me çdo galeri të botës, me çdo risi që ndodh në artin botëror. Dhe një nga preferencat ose kërkesat, që është goxha nxitse, është që secili në ekspozitë të shfaqet në mënyrë me individualitet sa më theksuar artistik. Dhe realisht ka individ që janë shumë të konsoliduar, edhe për artin shqiptar, sepse kur ka një piktor si Besim Tula, edhe Adin, me gjithë individualitetin e tij të theksuar në pikturën e tij, por Besimi për shembull me një pikturë të tipit të një pop kritik, domethënë është më i avancuar se sa fillimet e pop artit. Pa diskutim, Gazmend Leka do një piktor me një personalitet të konsoliduar absolutisht, domethënë me një pikturë origjinale në kuptimin më të plot fjalës, të thellë, të përpunuar profesionalisht, domethënë me të gjitha gjërat. Apo si Bashkim Dervishi, tashi për efekt kështu bisede në studio ndodh që edhe nuk kujtohen të gjitha emrat, por duhet na kuptojnë edhe kolegët nëse janë duke dëgjuar këtë tashi. Por kjo është një përpjekje në përgjithësi, domethënë aq tepër edhe me këta piktorë të rinj që kanë një frym, domethënë kështu. Të gjithë ne jemi të angazhuar që piktura, kuadri jon të jetë sa më bashkohor. Këta nuk e mohon dot njeri, nuk e përngjështron dot njeri me gjithë dëshirën që mund të kenë. Pse më thua, zoti Filipi, nuk e mohon dot njeri, nuk e kundërshton dot njeri me gjithë dëshirën që mund të kenë? Po sepse, nga ky pohim, më lë të kuptoj që ka një lloj. Ka një mohim. Ka një lloj atmosfere të tillë. Në vitet, para viteve 2000, ekzistonte një koncept i tillë, me zhvillimin e formave alternative të artit, nga më të ndryshmet, pati u krijua një iluzion, domethënë, ndoshta këta që kishim deri tani nuk bëjnë. Ky ishte iluzioni. Në fakt, piktura është më se moderne, ky koncepti dy dimensional, është një palimit mundësie të shprehurit, të gjithë doktrinave, filozofive që përfshin apo ka bashkëkohësia, gjithë konceptet estetike të bashkëkohësisë. Është një mënyrë që nuk mund të mohohet dot si mundësisht të shprehurit. Aq më tepër që edhe zhvillimet e pikturës në botë, nga autor nga më të mëdhenj, që ka bota, merren plotësisht me pikturë kavaleti dhe janë shumë, domethënë është plotësisht në kërkesën e artit bashkohor, domethënë kjo gjë. Siç janë edhe format e tjera alternative të shprehurit. Por si natyrë ne me sa duket, duke u ndier goxha kështu provinciale, për mua ky është thjesht një provincializëm. Siç mund të thuaj dikur për shembull, kur ishe në provincë, thoshte është moderne, po të jetë me njolla. Është shumë provinciale si koncept. Ashtu është edhe kjo, që për hir të një forme alternative të shprehurit dhe të mohosh një gjë tjetër. Jo, vepra brenda saj, siç është ai kuadrati, mund të jetë shumë ordiner si vlerë, por mund të jetë edhe i limiteve, domethënë më të avancuara të artit botëror. Atëherë merru me këtë vlerë. Sot ti je alternativ, ti je me këto rrymat e artit modern, është bërë domosdoshmëri. Nga natyra artisti do gjithmonë të jetë bashkohor. Dhe kjo nuk është një këmbgulje kështu. Domethënë secili ka një gjë që kuadrati i pikturës është shumë i vështirë. Domethënë është shumë e mundshme që dalësh zbuluar, domethënë nga pikpamja mjeshtërore, domethënë sepse do të thotë një sakrifikim dhe një vetmohim total, domethënë. I do orët e gjithë jetës brenda në studio. Dhe me të marrë me figurë me njëherë del zbuluar, që nga mënyra se si e përdor penelin. Ndërkohë që duke edhe u formuar dhe duke përjetuar format të tjera, domethënë shumë artistë të tjerë, domethënë e ndjejnë veten më komod në forma të tjera të shprehur. Unë përkundër se i shoh me kënaqësi të gjitha format alternative, sepse janë pjesë e bashkëkohësisë.
dhe nuk do ishte ignorancë, do më thënë që unë të mbaja qëndrim mohus, apo natyrisht i shof me kuriozitet, me interes, dhe me dhe për zbuluar plotësisht bashkosin të kato, do më thënë. Po ata, si ju shojnë ju? Nuk ka rëndësi kjo, ne nuk bëjmë ploj, aji që nuk e shef këtë, me këtë sy, është aji në minus për vetën, do më thënë, sepse ka një gjë, piktura është një nevojë, do më thënë, që ka lindur bashkë me njeriun. Njeriu që kur lind, përveç që nga prehistorit, do më thënë, mos diskutojmë në këtë sens, por edhe kur lind, ka nevojë të filloj të bëj një pemë, të bëj një zogë. Dhe gjithë jeta kalon duke përpunuar këtë, do më thënë, është i deduksion. Duke rikrijuar. Dhe deduksioni është gjithmonë më i thellë sa më shumë intelektual dhe sa më i thelluar të jetë njeriu, do më thënë, me fenomenet e botës. Dhe në këtë kuptim, ti vjen shef një punë, një ekspozitë aty, me 25 autor, dhe për shembull pata kënaqësinë sot që shoqërova dhe ambasadorën e Komunitetit Evropian që patëm kënaqësinë domethënë që të ishte prezent. Të Bashkimit Evropian, zotin Sekuj. Po, zotin Ettore Sekuj, dhe me njëherë e konstatoi që më bën përshtypje sa që ka shumë individualitete, domethënë. Dhe plotësisht moderne dhe i reagoi shumë qartë, me njëherë konstatoi domethënë. Si ju shojnë juve, dhe Devolli, këto brezat e rinj që kanë filluar ta thjeshtsojnë pak mënyrën e të shprehurit në art? Nuk vuajnë ai shumë bi kavalet. Do bëj pak histori mos më bëj mërzitshëm. Figurat më dhaja të artit modern, si Picasso, Braque, Duchamp, bëhet fjalë për figura shumë të dhaja, estetë të mëdhenj, mendimtar të mëdhenj, artistë të mëdhenj. Edhe kjo përplasje e mendimit, se ato rinë në kafe Rotondo, Paris, ku bëshin debate deri në 4 mjesit. Edhe këto njerëz ishin këto të pare që bën këtë instalacionin. Po ishte një formë eksperimentale, kohore, shumë e pak dhe thuaj se e pa përfillshme në krimtarinë e tyre. Dhe vazhdon prap me dy dimension që. Pra, dy dimension që është prap me kavaletin. Telajo. Sepse kuptohet që aty është akoma fuqia më e madhe e abstraksionit, të vërtet, në qoftë se të bëhet një analizë. Se përdrejsh kjo punë kërkon një publik me një përgatitje shumë të madhe intelektuale. Pra, kam thënë një shembull. Nëse marrë një letrar, një muzikant, edhe i piktor, bëhet shumë kollaj analiza muzikore e këtij, ose e atij libri, ndërsa piktura e kanë shumë të vështirë, këto dy tjerë me i bë. Pse? Sepse ti rritesh në një ambient, në shtëpi, në shoqëri, në klub, në shkollë, dhe ke muzikën sottofondo. Edhe veç jot edukohet me pop, me hip-hop, me R&B. Me muzikë klasike, pse jo? Me muzikë klasike, ai që do. Pra, ambientohet. Gjithashtu dhe libri është domosdoshmëri se e ke. Më i shpërndar. Okej. Ndërsa piktura kërkon një investim direkt. Pra, kërkon një investim që të merresh direkt me të. Shpenzimi i kohës është shumë i madh. Kërkon një publik intelektualisht të arir. Mbetemi pak këtu, zoti Devolli. Shkëputemi për pak publicitet edhe kthehemi për këtë publikun intelektualisht të arir. Kush do të shkoj? A ekziston ky lloj publiku? Pas pak kam edhe 2 pyetje të tjera për zotrinjt. Nëntor 16 është hapur sot në Muzeun Kombëtar, është një ndër ekspozitat më të konsoliduara të piktorëve shqiptar, që ka vite që organizohet, edhe pak përpara publicitetit po flisnim për publikun elitar, apo po themi për publikun nga pikpamja intelektuale të arir, që duhet ketë gjithmonë piktura, edhe çdo ekspozit pikture. Ka mbetur ndo pak nga ky publik që sheh ekspozita pikture, i kupton, i shijon, i diskuton? Do të po mos kishte mbetë pak, do në jepte një diziluzion të madh. Kështu që ka njerëz. Ka njerëz. Ka njerëz
të cilët e kanë me shumë pasion këtë punë, njerëz që diskutojnë për këtë punë me pasion, edhe ndjekin çdo lloj ekspozite kudo që tjetë me një pasion, pa e përsëris prapë shumë të madh. Dhe mu më bëhet qefi. Dhe kanë krijuar koleksione që do thonë të çuditshme, do me nga 500 vepra, do thonë. Dhe nuk u mbaron kjo etje. Dëshira e madhe për të pasur. Jetur gjithmonë pretendimin duke ardhur, duke e rritur, domethënë sepse marrja kontakt gjithmonë me këtë punë, domethënë bën që edhe ata vetë të fillojnë të futen brenda atmosferës. Shumë më tepër se sa ata njerëz janë për të lavdëruar. Kini shqetësimi më i madh i piktorëve sot. Ne të paktën tani me riorganizimin e ri të politik bërjes, me ardhje në detyrë të ministres së re, kemi parë diskutime me kineastët, kemi parë diskutime me ata të fushës muzikës, nuk kemi parë akoma diskutime me piktorët apo me përfaqësuesit e artit figurativ. Çfarë shqetësimesh kanë artistët e artit figurativ sot? Atëherë duket sigur ka një gjendje kështu pak të Është shpakallimi. pak e shpërndar. Duket sigur si përmarrjet janë të tipit më personal, siç është edhe ky grup, domethënë kështu, nuk akoma Është natyra e piktorit, mbyllet brenda në ka një seri atelien e vet. aktivitetesh kështu nga galeria, domethënë që presupozon më shtet, por domethënë ai është akoma në vazhdim, nuk e dim se çfarë do bëj më vonë. Kemi shpresë që domethënë të paktën me deklarimet që janë bërë, domethënë t'i jepet një frymëre zhvillimit. Për shembull, një nga kërkesat që kishte edhe Gazmend Leka, domethënë që është pjesë e këtij grupi, ishte për shembull dhe krijimi mundësisht nga shteti domethënë me investim domethënë i disa sallave, sepse nuk mund të bëhet vetëm me një sallë të galerisë që plotëson disa kushtet më optimale domethënë për një ekspozim. Atë duhet të bërë disa investime. Vetë Tirana për shembull, ndoshta edhe u tha një herë që mendoi për një galeri dhe prap u harrua se janë vetë fushata. Po një galeri private do të ndihmonte në këtë, si ka mundësi që privati nuk ka interes për të hapur një galeri? Janë 2-3. E kishim bisedën këtu. Në këtë bisedë që unë nuk dua ta anashkaloj. Problemi është i tillë, sipas meje. Në një galeri kombëtare e para, prej shumë vitesh, zgjidhe, unë kam bërë artikull në gazetë për këtë punë, zgjidhen drejtor djem anonim. Anonim do të thotë njeri pa krijimtari artistike, njeri pa krijimtari publicistike. Okej? Pra, o do të jetë të njerëz zgjidhen nga për arsye politike, mu nuk më intereson, si shka qenë, si që është dhe tani. Kur dihet gjithë botën, që drejtori i galerisë do jetë o i kritiku madh, ose artisti madh, pra figurë. Ky lloj personazhi, duke u zgjedh këtu, mbart vetvete një kompleks tllahtar shumë inferioriteti. Kundrejt emrave të mëdhenj. Më kundrejt emrave të mëdhenj, kundrejt artit. Edhe në mënyrë instiktive ky e degeneron. Pra degeneron linjën, që i ka për detyrë galeria kombëtare, gjithë zhvillimin e vetë në kohë, e degeneron dhe në atë fasa që bëhet personal. Se në këto raste, edhe kur njerëzit e mençur e kanë një drejtor po të mençur, në botë, kanë këshill artistik. Këtu nuk ekziston. Kanë këshill artistik për sistemimin e vlerave, kanë këshill artistik edhe për ruajtjen e këtyre vlerave. Sepse galeria në radh parë ka si tendencë, është institucion konservativ, prandaj quhet galeri. Okej? I mban, i ruan, është fondi. Fondi, jo fondi, ka institucion që ka repart restaurimi, sepse unë dikur kam punu atje. Edhe që të punosh atë, edhe ne atëre kishim po këshill artistik, sepse një gabim që mund të bëj unë është me pasojë kolosale. Pra gjithë kjo strukturë për momentin është inekzistente. Flitet. Edhe ka një hipokrizi diaboleske. Pse e themte? Se kur
autor të mdhenj, që themi në Onufri. Okej, është autor shumë i madh, që unë jam i specializuar në atë fushë. Kur ikëm Paris, shteti shqiptar me drejt i kërko atij vendit kaq milion asiguracion. Okej? Edhe ato përgjigjen. Dhe kur vjen kjo vepër këtu, përfundon në bodrumet e muzeut kombëtar, vepra që janë trashëgimi kolosale, edhe i kam thënë dhe në artikuj, për një shumë 3-4 milion lekësh të vjetra, edhe nuk bëhen. Pra problemi, sa teatral bëhemi, në botë, aq qasharak jemi. Mi po, pasoja është të mërshme, sepse ajo nuk është vetëm e jona, është e gjithë dhe do të trashëgohet. Prandaj thash, duke lind, e rikthej bisedën, në qoftë se bëhet një ekspozit, duhet të ketë patjetër një debat estetik, kritik mjet ekspozit. Sepse i debat, ku do jenë dhe gazetarë, ku do dalin dhe këto probleme, do i shërbejnë dhe gazetave dhe vendit, dhe qeverisë dhe politikës, ore, ku po shkoni? Mbi gjitha ti tregoj opinionit publik në çfarë niveli është. Kush janë vlerët e vërteta të këtij veni? Arti. Kush janë vlerët e vërteta të këtij veni? Ka probleme vlerash sot, të paktën në pikturë, zoti Filipi? Po tipit për shembull ka vlerat tipit kishtar. Po shkatrohen, që zuta ta zgjerojnë bisedën. Po është një fatkeqësi, vlerat e jashtëzakonshme, të vlerësuar nga kritika europiane në maksimumet e veta. Edhe këto do shkatrohen. Paktën duhet vënë në pa që ministrat me të drejtë që mund mos i njohin dhe me pa të drejtë mund të kenë marrë në këshilltar që nuk di gjë fare kjo punë, paktën t'i shkoj ky. E kuptoj, zoti Filipi, ka probleme vlerash, vlera të përmbysura, jo për shkallëzim. Tash shiko, këto janë hapësira shumë gjëra diskutimi, me thënë të drejtën, dhe ndjesi e përgjithshme. Duan pak ata aftësinë e gazetarit për të investiguar domethënë këto probleme, por më tepër nga bisedat që ne bëjmë me njëri tjetrin dhe si konstatime të këtyre lloj bisedave. E përgjithshmja është kjo që duhet patjetër domethënë që vetë nga ne, domethënë të ketë një qëndrim shumë serioz, domethënë. Në qoftë se vetë institucionet që për ligjin e artit, nuk mbajnë një qëndrim të ndershëm dhe serioz, jo kështu, as të njanshëm, as palësh, as grupesh, as kështu gjërash, ndoshta kjo është pak akoma një patologji e jona, domethënë që përbën këtë lloj fryme kështu marrëdhënie me njëri tjetrin, por të gjurmohen vlerat, sepse sido që të jetë, thotë Gombriç për shembull, domethënë edhe sikur të mos ketë do të argumentat të tipit teorik, edhe çdo artist e ndjen kush është më shumë vlerë. Domethënë edhe ka nuhate domethënë vlera. Dhe domethënë unë nuk e di se çfarë bëhet për shembull, nuk mund ta them këtë sepse nuk investigoj këto probleme domethënë kështu, po për shembull ky grup ka 16 vjet që bën dhe jemi koshient të gjithë që janë arritur dhe janë realizuar vepra që nuk i ka pasur historia e artit. Dhe që kanë vetur nga galeria kombëtare, me gjithë drejtorat e ndryshëm që kanë kaluar, domethënë, gjithë këto vite, nuk është më asi nga ky grup. Tashi, këto janë vlera që arrin, kanë përkushtimin e tyre për të bërë. Të paktën secili nga ne e di shumë mirë që duke sjell dy vepra, do që t'i tregoj kolegëve dhe gjithë opinionit artistik që unë këto dy vepra ishin më të mirat ose ato që unë kam pasur për kushtimin më të madh, më serioz dhe më të vërtet për të arritur. E kuptoj. Ekspozita do të rri e hapur 10 ditë, që nga sot, dhe në çfarë orare është ajo është e aksesueshme për publikun? Para dite është 10 deri në 12, edhe mbas dite është 5 deri në 7. Ky është orari i muzeut. Prisni vizitor? Është e hapur dera për domethënë e muzeut. Konstatohet edhe nga plakati që është për jashta, dhe natyrisht është kënaqësi për çdo artist kur shikon që ka interes. Autorët e veprave kalojnë her pas here në... Patjetër, aty vinë, domethënë bisedojnë me njëri tjetrin, vinë nga këta koleksionistët, që për fat të mirë, domethënë dhe është një paradoks, domethënë kur mendojnë që
këtë punë po e bëjnë koleksionistët, këtë seleksionim dhe këtë akumulim të vlerave. Dhe kjo është një gjë pozitive, se si do qoftë të paktën diku ato ruhen. Ato mbeten diku, pa. Mbeten, do thënë kështu, dhe pavarësisht se institucionet kanë pjesën edhe përgjegjësinë e tyre. Ka koleksionistët që është, do thënë, goxha pozitive kështu për këtë atmosferë që ne themi që e mungon. Unë uroj që kjo të jetë një ekspozitë suksesshme, edhe ju ftoj që pas ekspozitës, të gjitha të diskutimin e munguar të paktën deri tani mund ta bëjmë edhe në këtë studio. Jo vetëm me piktor, jo vetëm me ata që e hapin ekspozitën, po sigurisht me gazetar, edhe me koleksionist, për të parë a rezultoi e suksesshme nëntor 16 e këtij viti? Jeni të ftuar. Kjo është kënaqësi. Pak mendoj që do jetë një nisje. Mund mos jetë perfekte, po e rëndësishme që është një nisje. Absolutisht po. Unë ju falenderoj që ishit sot me ne. Pas pak, unë do të kem mundësi të flasë, ju do të keni mundësi të mësoni se çfarë është në fakt 6 idiotët. Është një titull që ka vetëm pak që ka dalë, ka të rregjur vëmendjen e të gjithëve. Është një film. Është një film absolutisht, është një film komedi. Pas pak ditësh ai do të jetë premier në kinema, dy prej personazheve, dy prej këtyre idiotëve në thonjza, njëri prej të cilëve pak ditë më vonë do të jetë edhe lakurish me duar në xhepa, unë do t'i ftoj pas pak. Do të shihemi. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Gent Bejko është regjizore, aktore, Olsi Vangjeli, i cili është aktor, janë dy të ftuarit e radhës. Vetëm pas pak ditësh, ju do të keni mundësi të shihni në rrjetin e gjithë kinemave imperiali, kinema Millennium. Sigurisht, 6 idiotët është një prodhim nga më të rinjt e kinematografisë shqiptare, një film komedi. Genti pak më parë më tha ka dhe pak horror aty. Çfarë është 6 idiotët? 6 idiotët në fakt është finalizimi i një seriali sitcom, të cilin e realizuam në digital. Dhe si finalizim, po themi, gjithë atyre serive, 11 serive, vjen ajo që është seria 12 në një farë mënyre, po faktikisht ka marrë parametrat e një komedie të mirëfillt. Më thonë, serit vetë kanë qenë të zhanrit sitcom dhe kanë qenë me cikël të mbyllur, si thua, nëse ti nuk e ndjekur një seri, po ke parë një tjetër, mund ta rishosh sepse ngjarjet fillojnë e mbarojnë aty, brenda një serie.
Për sa i përket 6 idiotëve, është një finalizim, po themi, i gjithë këtyre karakterëve, këtyre personazheve, të cilët bashkohen në një ditë të bukur vere, vjeshte më saktë, sigurisht në 11 shtator. Në 11 shtator. Dhe nisen në një udhëtim për të festuar ditëlindjen e njërës prej vajzave të grupit. Peripetësit që ata hasin rrugës, përplasjet që kanë me element të caktuar të shoqërisë tonë, kuptohet edhe pak fiction, bëjnë, si thush, që ata të hynë një aventurë që në duke është një udhëtim i këndshëm, po që nuk është dhe aq i zakontë. është një udhëtim i rrezikshëm, ka Është një rrezik aty udhëtim i cili mbartë rrezikun brenda dhe mënyra se si këta operojnë, le të themi, është pak idioteske në përgjithësi, domethënë mënyra se si i marrin gjërat, i marrin shumë lehtë, janë. Kjo është edhe arsyeja pse titulli shkoi drejt 6 idiotëve, domethënë dhe jo thjesht atyre miqve të Superbarit. Orsi, roli... Orsi. Mos ma shumë të emri, të ludhe. Cili prej 6 idiotëve është i yti jeti roli? Ta lem 2-shin apo 3-shin? Për mua zërë dhe vëndin e parë nuk ka asnjë problem. Jo, nuk kam... Më miri 6 se sa i pari në një klasë të tillë. Kështu që unë mund të jem një nga mesi aty. Unë jam i fejuari, i të dashurës time. Po sigurisht se do ishte i fejuari i njëri prej shokëve. Dhe e luan në cila nga aktoret? Njada Salias. Po, personazhi i asajt ka ditëlindjen në film. Ajo që sapo të goditi pas kokës. Ajo që sapo më goditi. Shumë e vëmendshme. Edhe në përpjekje për të bërë një surprizë sa më të këndshme, ky konsultohet me miqtë e tij të barit, me shoqen e tyre. Njëri më idiot se tjetri, duhet ta theksojmë. Ta theksuar, njëri më idiot se tjetri, konsultohet gjithmonë dhe mundohet si që ta mbajë mirë dhe të kënaqet me atë grup që ka, duke përpjekur që dalin një ditë nga bari, sikur një ditë vetme, nga që rutina e tyre e përditshme është tërkohën në bar, pinë ndoshta me borxhe, vënë skedina, flasin për çështje që nuk i takojnë, egzagjerojnë her mbas here. Edhe kështu që menduan që një ditë ta kenë ditën e aventurave. Jashtë barit. Kjo ishte edhe arsyeja pse dolën personazhet jashtë barit edhe u përballën në këtë lloj situate. E kuptoj. Shikoj, 6 idiotët. Kjo është nga ato idiotët. baret e lagjeve tona, domethënë një bar Bari i zakonshëm, kafja poshtë pallatit, po themi. Ku zakonisht pothuajse nuk shkel asnjëri përveç këtyre të pesëve. Sikundër shohim rëndom që janë baret në Tiranë sot që janë po ata klientë, po ata njerëz, po ato gjëra që bëhen për ditë. Po zbuloj një aspekt të vogël fare në fillesat e udhëtimit që këta bëjnë, domethënë këta edhe pse jetojnë në kryeqytet, nuk kanë prej kohësh nuk kanë dalë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Janë izoluar brenda të ishullit të jetojnë në lagje. Këta janë disa njerëz të cilët në momentin që shikojnë për shembull kryeministrinë që s'ka më hekura, këta çuditën, domethënë çfarë pas ka ndodhur kështu. Këta nuk shohin as lajme me siguri, sepse janë aty brenda te bari edhe... Jo, këta edhe lajmet i ndjekin, po në ndryshim nga njerëzit, po themi, të zakonshëm të cilët i dëgjojnë lajmet dhe mundohen të marrin informacion, këta e marrin së prapti informacionin. Për këta një kronik e zezë është një kronik roz. Për të kuptuar akoma më tepër karakterin e tyre. Dhe paralel me këtë histori, domethënë me këtë zhvilles të këtyre 6 idiotëve, le të themi, njëkohësisht zhvillohet dhe një histori paralele e një vrasësi serial i cili kërkohet nëpër Shqipëri, domethënë, ku policia me mishë me shpirt po mundohet ta kapi, po është e pamundur. Dhe shohim se si kryqëzohen jetët e vrasit serial të fëmijëve që ai ka e kështu me radhë. Strumbullari është gjetur një simbolik shumë e bukur. Ato varet si i gjykoni ju pastaj. Po ju e keni cilësuar bukur e bukur për vetë, që është e bukur. Kanë në strumbullar një qingj, të cilin e vjedhin dhe aty përplasen pastaj dhe ndodh ajo që ndodh, po të mos ta zbulojmë se çfarë ndodh përgjatë asaj. Po sigurisht që historia, domethënë ngjarjet ashtu siç pleksen edhe shpleksen në fund. Një qingj që trajtohet si njeri. Ka buzëqeshje në fund të filmit. Është ai qingji si një lloj simboli i pafajësisë, le të themi, dhe i naivitetit më saktë të këtyre 6 idiotëve. 6 idiotët është një titull i gjetur për hir të së vërtetës. Dhe
Në Shqipëri, në përgjithësi njerëzit e quajnë veten të djallëzuar, askush nuk besoj që e ndjen apo beson që ka idiot që e rrethojnë. Ka pak idiot të kësaj natyre që i marrin gjërat lehtëshëm, që nuk i shohin gjërat me djallëzi, me atë dyshimin negativ. Unë kam përshtypjen që ka sa duash, madje një ditë që po flisja me një kolegun tim dhe po mundohesha t'ja sqaroja nga ana figurative, siç e sqarojnë ndonjëherë që punën e idiotëve. Me ditë që puna e këtyre, domethënë këtyre 6 idiotëve të filmit, domethënë nëse këta i merre dhe i mbjell në një kopësht, e zëm se kemi një kopësht ku mund të mbjellim diçka dhe mbjell këta të 6 dhe mbjell edhe një monster si nga ato që jetojnë në rëndom nëpër lagjet tona apo nëpër jetën tonë reale dhe që kalojnë parë në sy shpeshherë. Në fund të rezultati që do marrësh janë kalamojt e kësaj mostre të cilët shikoni se që bëjnë këtyre 6 idiotëve. Dhe në thelb do më thënë është pak a shumë kjo që në qoftë se zakonisht ne themi çfarë të mbjellësh do të korrësh, në këtë rast është çfarë të mbjellësh do ta korrin të tjerët. Duhet i jesh pak. Por, si gjithmonë, naivët dhe idiotët në përgjithësi i do fati. Fitojnë në fund. Dhe fitojnë, ndoshta fitojnë në fund, sepse prapë unë kam përshtypjen që nuk është se fitojnë. Të mos ta zbulojnë. Ka alternativë, nuk është kaq e lexueshme historia. Orsi është një film i mirë. Alternativa dhe ato, se më falë se ndërhyra kështu. Nuk ka problem. Shpesher ti jep alternativa dhe ato ti mendon që po të çojnë drejtësidhes, po faktikisht ato ndonjëherë janë edhe po klavisin më shumë situatën. Është një film i mirë? Atëherë, besoj se është një film i mirë, po nuk më takon mua ta gjykoj, i takon spektatorit. Jam dakord, spektatori ka ditë derisa ta. Unë ta shoh më tepër një komedi. Një komedi? Domethënë është herët për ta quajtur një film, edhe pse ai ka parametra filmike goxha të mira, po tamam është ajo le ta gjykojnë si duan, tek e fundit spektatori është ai që. Po jo, unë dua të di pritshmëritë tuaja. Ju prisni pritshmëri idiotë presim. Jeni investuar se keni bërë një film të mirë, një film nga i cili prisni që të ketë reagim të mirë, apo të shohim si do të shkojë? Unë mendoj që situatat janë më se jetësore, nuk është se ka ndonjë filozofi të madhe, edhe pse mua gjithmonë më pëlqen të fus her pas here nga një shpull, kështu si nga poshtë, domethënë si me padashje dhe si ndoshta edhe me pak në dukje naivitet, po për të përcjell një mesazh konkret. Por në total janë situata më së jetësore, janë situata të cilat në mos i kemi përjetuar vetë, kemi pasur pranë nga ata që i kanë përjetuar dhe besoj që nuk ka asnjë gjë, domethënë, për të mos u kuptuar aty. Nuk është vetë filmi ka një lloj dinamike, një lloj aksioni i cili rrjedh dhe vjen ngjarje pas ngjarje, situatë pas situate, domethënë asnjëherë nuk të lë të lodhesh gjithmonë. Edhe të mërzitesh. Si zakonisht filmat shqiptar të prodhimeve të viteve të fundit e kanë pasur karakteristikë kryesore zgjatje. Varet nga zhanri. Absolutisht varet nga zhanri për të kuptuar ku ndryshojnë nga njëri tjetri. Dhe ne nuk është se kemi qenë shumë të ngurtë në ato që kemi bërë, kemi qenë të lirshëm goxha. Geni ka qenë regjizori, po shpeshe ishte si shoku jonë. Unë isha dhe një nga 6 idiotët në fakt, sepse deri në atë pikë më vajti buxheti që nuk isha fuqi të merrja një aktor tjetër. Do të flasim edhe për buxhetin, vetëm pas pak, është publiciteti i fundit për sot. Në 30 janar do të ketë një sondazh në Ora News, si ka punuar qeveria? Qa note do t'jepnit? Kam diçka në lidhje dhe me këtë, po e kam të Comedy Clubi. Të Comedy Club Albania. Aty kam diçka dhe me këtë, shumë të shkurtër për mos i mërzitur njerëzit, po... Do të presësh sondazhin, apo paraprakisht e ke ndarë mendjen se si do ta trajtosh? Jo, sondazhin do ta shikojmë, por... S'po e zbuloj se qarë kam, se kam një... Me 3 fjali do t'a shpjegoj. Do të ngacmoj pak më vonë, kur të mbarojmë me 6 idiotet. Orsi, e sa ta herë që jeni një sipërmarrje të tillë, siç është një film, dua ta quaj unë, nuk mund ta quaj ndryshe. Film është në parametra filmikash. Për mua mund të them është 2 herë. Filmi i parë ka qenë me Arjan Çuliqin, regjizorin. Është Fluturim Pasioni, zgjeruar para 4 vjetësh, në 2010.
Edhe është dhënë si film në bazë vitit 3, është dhënë direkt 1 janar, 2 janar, është vetëm 2 net. E kuptoj, është më e thjeshtë të luash në këtë zhanër në komedi? Duke marrë parasysh me që kemi parë kohët e fundit, po kjo është një pyetje që vlen edhe për Gentin. Sot publiku ka më shumë nevojë për komedi, duke parë si u prit femrat. Nuk është se është më e thjeshtë luash komedi, përkundra se komedia mban hall më të vështirë. Por duke qenë se edhe njerëzit sot janë lodhur me dramat, me tjerë. Me filozofit, analizat. Mundohemi të afrohemi eksistenciale. Nuk është kjo kam përshtypjen. Nuk është thjesht se njerëzit janë lodhur me drama, se e dëgjojmë shpesh të pjesën e lodhjes me dramën. Kam përshtypjen që është servirja e dobët e dramës tek njerëzit, të cilët i bën ata të pa interesuar. E kuptoj. Sepse kemi parë për shembull kur ka pas shfaqje të mira dramatike, njerëzit kanë qenë të interesuar dhe kanë shkuar. Nuk mund të ketë kurse si impaktin e komedisë, sepse vetë komedia është një zhanër i cili është më popullor dhe shkon drejt tek populli. Po sigur po fillon ringrihet edhe një herë komedia në Shqipëri, që ka qenë absolutisht shumë e suksesshme për mendimin tim, kur ka qenë e organizuar, kur ka qenë e konsoliduar dhe institucionalizuar. Ka tani tentativa për ringritje të komedisë. Gjithmonë do të ketë, kam përshtypjen, tentativa, sepse është mos e normale. Duke pas parasysh dhe periudat që ne kemi kaluar, periudat cilat janë tranzitive, në tranzicion gjithkohës, asnjëherë nuk ke një lloj garancie, një lloj sigurie, me institucione që për vite me radhë kanë funksionuar në mënyrë shumë, po themi, artificiale apo të dobët, sepse tek e fundit aq buxhete mund të kenë pasur, apo aq të aftë kanë qenë njerëzit që drejtonin këto institucione, apo bordet që mblidheshin për këto. Por që gjithmonë është në këtë fazën derisa të konsolidohet. Mua më bëhet qefi për një gjë, unë kam qenë historikisht që nga momenti që kam pambaruar Akademinë e Arteve, që në 2001-2002, kam qenë partizan i punëve e iniciativave private. 4 nga shfaqjet e mia kanë qenë të tilla, ku jemi mbledhur në një rreth, në një grup shoqëror. Artistit duhet lëviz, gjithsesi, ka përkraje nga institucionet. Kemi prodhuar komedinë atë kohë, sepse komedia gjithmonë është ajo që ka më impakt. Kemi fituar 2 lekë apo 5 lekë, i kemi ndarë me njëri tjetrin, dhe kemi provuar që prej 2002-shit, kemi provuar që mjafton dëshira e mirë e një grupimi të mblidhet dhe mund të nxjerrë produkte shumë herë më të mira se sa ato produkte të cilat marrin financime shpeshherë nga institucionet përkatëse. Dhe një shembull i tillë ka qenë edhe filmi Femrat. U mblodhën një grup miq. Do të bëjmë një film? Do ta bëjmë, do ta bëjmë. Edhe sukses që pati dhe ka akoma se tani është në Kosovë. Nëse do merrnim opinionet e profesionistëve, po themi, këtu nuk do të prodhoj asnjë gjë. Sepse gjithmonë do të ketë kritika. Nëse do ulen 4 kineastë dhe do shikojnë filmin Femrat, do fillojnë dhe do nxjerrin defekte. Do shohin 6 idiotë, do nxjerrin defekte. Do shohin një film tjetër, do nxjerrin defekte. Por në momentin që ne shikojmë që ka një impakt të fuqishëm ke njerëzit, që njerëzit e mirëpresin, publiku e mirëpret, dhe nuk është një kategori e caktuar, po janë kategori të ndryshme të publikut, të cilët e mirëpresin, atëherë ky film është i suksesshëm. Nuk ka arsye pse ta paragjykojmë. A duhet jetë më mirë, po e mira s'ka fund. Absolutisht. Kam përshtypjen që duhet jemi më dashamirës, edhe ne vetë ne kolegët, duhet jemi më dashamirës e teqim dorë qoftë edhe nga këto, po themi, statuset me pseudonime ku mbrapa cilave fshihen njerëz të paaftë që merren vetëm me punët e tjerëve sepse janë të paaftë për të bërë punën e tyre. Ka paragjykim në këtë fushë për atyre profesionistëve, për atyre të reptëve, rigorozëve, që mendojnë që çdo gjë bëhet keq, edhe asgjë nuk është në nivelin e duhur, sa komplekse ka në rrethin tuaj prej këtyre paragjykimeve? Sigurisht që paragjykime ka dhe do të ketë gjithmonë, por nuk mund të them që nuk do të ketë, ose neve nuk i hasim. I hasim kudo në jetën përditshme, i hasim në komentet, qoftë në rrjetet sociale, qoftë në shkollë, qoftë në ambientet ku ne rrim, ku shoqërojmë me njerëz, dikush flet mirë, dikush flet keq. Por e rëndësishme është që përderisa merret një iniciativë për ta bërë dhe ajo çohet deri në fund, dhe ajo ka impakt. Mund të themi, ndoshta ajo nuk ka ndonjë impakt të madh, por të bësh diçka është më mirë se të rish duke pritur
gjën e madhe edhe krijimin tënd të jetës. Ka dhe një shprehje në fakt, këtu në Shqipëri asnjëri nuk shikon punën e vet. Domethënë unë shikoj punën tënde, ti shikon punën time, gjithë secili shikon punën e tjetrit. Kështu që nëse rastin e veprave artistike është mirë që të shikojnë punën e njëri tjetrit. Shiko, ka dhe një gjë, për shembull, unë shoh ka edhe skepticizëm shpeshherë. Thonë për shembull nuk ka dramaturgji shqipe. Domethënë që është për mua shpreha më idiote. Në të thuash, nuk ka dramaturgji shqipe. Unë bëj fare mirë personazh si shprehje. Nuk e di se të shpresin, ndoshta presin që në fshatrat e Lungjerisë të lindi Shakespeare-i shqiptar, domethënë dhe atëherë do thonë po tani pas ka dramaturgji shqipe. Por kjo s'është as pak e vërtet, sepse kemi parë shumë prodhime shqiptare kohët e fundit. Kemi parë prodhime, domethënë kemi vite që shkojnë prodhime shqiptare. Cilësia pastaj varet edhe nga kapaciteti i dramaturgut, varet nga kapaciteti i regjizorit edhe i aktorëve që e sjellin në skenë apo në ekran, por dramaturgjia shqiptare ekziston. Edhe më çudit kjo frymani i liste shpeshherë që nuk ka dramaturgji shqipe. Këtë e thonë ata njerëz të cilët, siç e tha Orsi, merren me punët e tjerëve. Kinematografi? Edhe kinematografi kemi. Problemi është që kinematografia jonë ka me përjashtim të 2-3 rasteve që në 20 vjet janë shumë të pakta, akoma nuk ka arritur që të çaj muret europiane dhe akoma më tepër dhe perëndimore. Domethënë kemi parë shumë pak filma të cilët kanë arritur deri në një lloj faze, po themi selektive, mund të kenë marrë çmime në festivale, po dhe festivalet ndahen, se ka festivale nga dora e parë deri te dora e dytë, e tretë e kështu me radhë. Domethënë nuk është se nuk ka. Kinematografi shqipe ka. Shqiptare. Ekziston. Prodhohen filma. Sa vite u bën që keni mbaruar akademinë? Në fakt, unë nuk e kam mbaruar akademinë. Orsi është akoma student. Në vitin e tretë akoma. Në çfarë brezi të kriptaristë e fusni veten, Gjenti? Çfarë brezi? Unë i përkas viteve akademike 98-2002. Ka ardhur koha juaj? A jeni ju, e keni kaluar, po themi, atë fazën e zborit në thonjza? Domethënë, a jeni ju emrat nga cilët do të presim nesër? Unë nuk mendoj që do të prisni nesër, do të kanë pritur dje, kemi dhënë sot edhe nesër. Nesër e kupton kontekstin e pyetjes. Unë tashmë u bëra 12 vjet si profesionist, qoftë në regji, qoftë në aktrim. Dhe gjithashtu edhe në të shkruar, edhe pse nuk e kam kështu që të them që jam skenariste kështu, po kam shkruar. Kam shkruar disa nga ato vepra që unë kam vënë vetë në skenë, kam shkruar materiale për 7 vjet në Portokalli, materiale që luaja vetë bashkë me kolegët e mi. Disa nga ato ti kam marrë edhe unë. Okej, shumë mirë ke bërë, më pëlqen. Ti kam marrë për shefin ti. Më bëhet shefi, nuk është... E pra se nesër pas nesër do të them ka dhënë, e kupton? Okej, e qartë, e kemi provën, do ta marrim këtë emisionin ta merak se nuk shpëton kollaj. Ta dija të kishe vdekur në fund të këtij filmi. Dakor. Okej. Dhe kemi dhënë, domethënë, që t'i kthehemi asaj që po flisnim. Them që kemi dhënë, duhet t'japim akoma më tepër, por mua nuk mbaron asnjëherë sprova. Gjithmonë je student në atë që ti bën. Unë jam gjithmonë para një provimi në çdo punë time që bëj. Nuk e konsideroj që tani po bëj diçka të paparë që... Edhe emri im do t'jetë një garanci e sigurt për provimin tim. Nuk e di nëse keni vënë re se ma kanë vënë në duke edhe një 2-3 miqtë mi ma kanë vënë në duke si defekt në fakt, po ky është tipi im tek e fundit, që unë nuk mundohem, domethënë nuk i promovoj me shumë të madhe, nuk i bërtas punët që bëj. Por kam përshtypjen që nuk kam se ti vërtas unë, është puna, nëse vlerësohet do thotë që ke bërë një punë. Nëse ka zot lart, ka zot lart, nëse ka zot ulët, ka zot ulët. Është mëse normal. Është sfida jote e radhës me veten, nga pikpamja profesionale, shfaqja e radhës në Comedy Club? Lakurish me duar në xhepa? Po, në fakt unë kam pas këtë ide për të bërë stand-up. Herën e parë kam provuar në Portokalli. Po, sigurisht, ishte vendi ku një familje eksperimentuar për unë dola, si tush, i zhveshur nga kostumet e personazheve, si Gent Bejko dhe monologova në ato 4-5 puntata, se mbaj mend tash. Dhe më intrigonte gjithmonë si zhanër, sepse edhe duke qenë pak fan si i këtij lloji zhanri të folurit direkt me publikun,
Dhe kisha në plan që atëherë edhe mbas largimit nga Portokallia dhe kështu me radhë, po asnjëherë nuk kam qenë si thosh i bërë mbar për ta finalizuar këtë projekt. Mendoj që erdhi një moment që thash, okay, pse jo, edhe në shoqërinë e atyre që quhen good friends, domethënë miqve të mirë, krijuam një institucion që është Comedy Club Albania. Një institucion i cili e hapi si pari në nëntor vjet me shfaqjen e Elvis Pupës. Se heshtin femrat. Kur heshtin femrat. Kur heshtin femrat. Dhe mbas asaj kuptohet që ky institucion filloi të funksionojë dhe tashmë do dalim me një stand-up timin. Pas me do të ketë edhe aktorë të tjerë të cilët do të vinë, të cilët po përgatiten. Ndërkohë ne jemi duke hartuar një kalendarin e Comedy Club Albania. Mendojmë që kemi krijuar një formulë origjinale dhe është një institucion i cili ka dyert e hapura për të gjithë. Mjafton të kenë dëshirën të aprovojnë një gjë të tillë. Kush na një e kupton. Është një sfidë e kaluar, një provë e kaluar me publikun? Asnjëherë nuk është një sfidë e kaluar. Asnjëherë nuk është një sfidë e kaluar me publikun. Është një test i përhershëm. Është gjithmonë një test i përhershëm. Ta thash edhe pak më parë, domethënë është çdo punë që ti bën, sado e vogël të jetë në minutazh apo në madhësinë e vet, është një punë e cila është gjithmonë një provim për ty përpara publikut. Dhe lakurish me duar në xhepa është çfarë? Çfarë do të jetë? Shije do të ketë? Unë në lakurish me duar në xhepa kam dashur të jap disa nga pikpamjet e mia se si e shikoj unë jetën, me elementet e saj, se si jo vetëm me atë që ndodh sot, po dhe me ato që kanë qenë dikur, që kanë përjetuar në gjimnas apo në eksperiencat e mia të punës, gjithashtu dhe për disa pikpamje të cilat, po themi, në thonjza godasin, jo në thonjza, po godasin tamam fenomene të caktuara shoqërisë tonë. Ashtu siç prek edhe shumë momente intime të një mashkulli. Nuk besoj që do të jetë banal, por është një lloj thirrje dhe një lloj, po themi, humori i cili mbështetet tek ajo që ne shpeshherë na kalon për parasyve dhe ne ja na shkalojmë ose nuk i kushtojmë rëndësinë e duhur. Nuk e di çfarë mund të them më tepër në lidhje me këtë. Dhe ti e sheh jetën përveç se me humor, si tjetër? Unë kam qef ta shikoj me humor. Më pëlqen të qesh. Kjo nuk më bën as pak një karagjoz. Përkundrazi më bën një njeri i cili me seriozitetin e tij mundohet të bëjë të tjerët të qeshin shpeshherë. Më pëlqen më tepër se sa të qesh vetë të shikoj që njerëzit rreth meje qeshin. Dhe nuk qeshin me karagjozlikun tim, po qeshin me atë që unë ofroj, domethënë profesionalisht. Orsi, është karagjoz apo bën humor? Si është Genti? Për te shohim ne. Shiko, përsa i përket Genti, domethënë është... Po shikoj këtejën që mos të vijesh në sikleti, s'ka më. Ja, nuk do thoja që është karagjoz, do thoja që punon fort për të dhënë atë çka ai dëshiron të japë. Sa e vështirë është për një aktor humori të ngjitet në skenë, në stand-up comedy? Përballja me publikun, siç e tha dhe Genti më përpara, është sfidë e përhershme. Kurdoherë që do ngjitesh në skenë, kurdoherë do kesh emocione, gjithmonë ke për të pasur ngërçe, momente relaksi pasaj momente shijimi, që më rëndësishme është ta shijosh atë që bën, dhe momente që ti e ke shijuar dhe ti e ke besuar, patjetër që dhe publiku ka për ta mirëpritur. E sheh veten në stand-up? E sheh veten? E sheh Orsi në stand-up? Se e bëri si punë e atij, domethënë që tha po pi me sy mbyllur, tha pse pi me sy mbyllur më valla? Po pi me sy mbyllur tha se ka thënë doktori që s'duhet shoh alkool me sy. Nuk di të t'jap një përgjigje të saktë, por unë e shoh për vete. E shef. Mendoj se është një natyrë, mendoj se duhet një punë rigoroze dhe e gjatë normalisht para se të dalësh. Orsi ka dhe një aftësi tjetër të cilën, se, tash po flasë unë pak për Orsin. Mund t'ja lash borxhin aty për aty. Jo, me asa kam njohur në punë, unë asnjëherë nuk dashuroj me ata me cilët punoj. Por kam vënë një gjë te Orsi, domethënë Orsi është një aktor që ka nevojë për shumë punë. Ndonjëherë ka një çik sa t'i ndizen motorët, është sa të hidhet në aksion, po kjo është më se normale.
Po sigurisht edhe Por stimujt është një gjatë kësaj aktor i periudhe janë cili shumë të ka disa rëndësishëm. elemente për shembull të cilët e kompletojnë. Mua më pëlqejnë aktorë të kësaj natyre, të cilët përveç aftësive aktoriale kanë edhe një vesh muzike, kanë edhe një përgatitje goxha të mirë muzikore. Do mos harrojmë se ta përmendim dhe këtë vlen për të përmendur. Kompozitori i muzikës kolonës zanore të Superbarit edhe të 6 idiotëve në vazhdim është Orsi. Është Orsi? Orkestrimi është bërë në studio, është bërë nga Edir Begolli, në Mamachi Records. Se kështu është tash, do të ndajmë punë me shokët. Sigurisht. Dhe Orsi për shembull ka në bazë të asaj ideje që unë i servira, domthonë Orsi krijoi atë që sot është Gjithë frymën e përktheu në muzikë. E përktheu në muzikë. Është një muzikant goxha i talentuar me një vesh muzike dhe edhe këndon, nuk është keq edhe në të kënduar. Këndon mirë. Mirë, po këto janë elementet të cilët e kompletojnë një aktor. Duhet bjerë pak nga pesha normalisht, që t'jetë pak më i shkathët. Po rash vjetë edhe tash prap do bion si vjetë. Po sepse punoj me mua dhe u stresohem të kuptoj po. Më thej herë bjerë, prap do bion. Po mirë është biesh për veten tënde. Ka shumë aktor premtues nga brezi i ri, nga brezi i Orsit në përgjithësi, pa emra. Nuk dua të shohësh njerëzit me cilët ti ke punuar. Dua të shoh sa frymëzohen dhe sa terren ka, qoftë për stand-up comedy, qoftë për regjizor në profilin në cilin ti je në rastin e filmit. Unë në përgjithësi bëj kërkime dhe shumica e punëve të mia mbartin aktorë të rinë në përgjithësi. Aktorë cilët sot, se tash më bën 12 vjetë që unë punoj me aktorë të rinë. Shumë për e tyre sot janë aktorë goxha të njohur për publikun e gjerë. Dhe më ka pëlqyer gjithmonë kjo frymarinore. Nuk është se nuk ka aktor ka. Problemi është që një aktor duhet kuptoj sensin e aktrimit. Aktor nuk është ai i cili bën kopilin në jetë, apo karagjozin në jetë. Aktor është ai i cili përqendrohet dhe kupton që ky profesion nuk është diçka me të cilën mund të tallesh kollaje dhe mund ta bësh kur të duash. Nuk është ky aktori. Aktori është një njeri i cili dedikohet profesionit vet, përqendrohet tek puna e vet, me pak fjalë do edhe të shtrohesh guxim, le ta quajmë. Vullnet. Por do një kapacitet caktuar. Unë vërej që ajo që unë shikoj si mangësi shpeshherë te aktorët e rinj është mungesa e informacionit që kanë. Për çfarë? Mungesa e përgatitjes intelektuale. Informacioni përgjithshëm. Jo thjesht informacion, jo të shikojnë lajmet dhe Facebookun apo internetin përgjithësi apo të Google-erojnë. Është ai, po themi, formimi kulturor që duhet kenë për sa i përket profesionit tyre, që të mos ta bëjnë një polic si partizan kur ta luajnë, apo të bëjnë një kryeministër si fshatar, apo ta bëjnë fshatarin, po themi, të stilit Nastradin, ta shndrojnë në një fshatar, të stilit Woody Allen, se s'po di si ta... E gjitha kjo ka të bëj me kulturën. E gjitha kjo ka të bëj me kulturën, me formimin, me aftësitë tua vëzhguese. Një aktor duhet ketë aftësitë mira vëzhguese, duhet ketë një plastik të mirë, mbi të gjitha duhet ketë një vesh shumë të mirë dëgjues. Dhe nuk flitet vetëm për veshin që ti dëgjon, por është një vesh i cili të krijon ty marrëdhënie me të tjerët. Ti jep dhe merr njëkohësisht dhe kupton që ka një temporitëm, ka një situatë të caktuar ku ti duhet të dish se si ta zhvillosh, ka një proces psikofizik i cili nuk është thjesht që unë luaj tani së jashmi dhe okay, duhet... Po ka. Ideja është, domethënë që ka aktor të mirë, premtues. Akademia prodhon me tonelata, nga të cilët gjithmonë do dalin se s'bën një apo dy të talentuar, sepse... A kanë ata dëshirë të punojnë, a kanë ata dëshirë të përfshihen? Të gjithë kanë dëshirë të punojnë, sepse ëndra për të qenë aktor është të cili do prej tyre. Pastaj ofertat normale nuk është se këtu gëlon një treg aq i madh, sepse Shqipëria është një vend i vogël. Për shembull, Comedy Club mund të jetë një ofertë shumë e mirë, për gjithë që duan ta sfidojnë veten. A ka kërkesë? Kur oferta është aty, ka kërkesë? Po. Unë kam shumë djemë dhe vajza të cilët janë afruar këto kohë për të qenë pjesë e Comedy Clubit. Qoftë figurat të njohura, qoftë edhe figurat nga brezi i ri që po flasim. E kuptoj. Shkojmë pak tek studio lajmeve, është kolegu im Eno Muja, e me edicionin e fundit informativ, mund t'ja bëni vetë të falat, Eno, përshëndetje. Kemi Eno. Fala paç, thot Eno. Vetëm pas pak do të kemi mundësi të ndiqni arrestohet grupi terrorist me të cilin rëndojnë 25 vrasje dhe një serial atentatesh me eksplozive dhe tritoli që u vu Besnik Dervishit dhe Ardian Kollozit mbajnë pikërisht
firmën e këtij grupi. Vetëm pak orë më vonë shpërtheu në mes të Tiranës një automjeti ishte vendosur rreth 200 gram tritol, dyshohet se i përket 2 shtetasve të huaj. Ndërsa Ermir Gjinishi u fut në sherrë qeverinë me Ben Blushin, e konsideron kandidaturën e ish drejtuesit të komunitetit musliman si shkelje të laicitetit. Kryeqyteti do zgjohet në kaos mëngjesin e nesër pas një autobus i linjave urbane nuk do të lëviz për 4 orë në protestë për pagat e prapambetura. Këto të tjera vetëm pas pak. Jonida të Fenderoj, linja për ju. Faleminderit Eno, mos haro që 6 idiotët është së shpeti në kinema edhe Gent Bekun që sapo të përshëndeti, mund ta shohësh edhe lakurish me duar në xhepa në Comedy Club. Patjetër, faleminderit për ftesën. Faleminderit Eno. Pse lakurish me duar në xhepa Gent? Është duke qenë pak lloj fjalësh, pak. Jo, kjo është një shprehje shumë e vjetër e jona, që përdorim të gjithë. Pak të Brezi me ka pasur kështu, domethënë tipit lagurish me duar në xhepa, aeroplan pa bisht, ordiner, pertev guzhinjeta, qif kopertoni, domethënë këto shprehje tipike. Zhapik me tuta plazh? Zhapik me tuta plazh. Domethënë është një shprehje e cila njëkohësisht ka dhe një domethënie për sa i përket asaj që unë do të rrëfej në Comedy Club. Nuk është se unë do të dalë lakuriq, absolutisht, në sensin fizik të fjalës, sepse atëre... Por që do të kërkojmë pikërisht me atë lloj lakurisie, do të kërkojmë në për xhepat e shoqërisë tonë dhe të brezit tim apo të brezave para dhe pas meje dhe të marrëdhënieve tona mashkullore. Por lakuriq me duar në xhepa... Nuk e di pse mua më ka tërhequr gjithmonë kjo. Sepse edhe vetë stand-upi si zhanër, domethënë në një Comedy Club, ti je i zhveshur para spektatorit. Sado ti të mundohesh që nuk mund të veshësh një, po themi, kostumin e një personazhi siç e vesh në një shfaqje tradicionale apo E kuptoj. Nga pikpamja figurative është je lakuriq përpara spektatorit, je vetëm ti dhe ata. Duart nuk di ku ti mbash, se sigurisht ti e përpara gjithë spektatori. Kjo ka të bëjë me atë procesin psikofizik. Unë jam një natyrë që ose rri shumë statik, ose lëviz shumë jashtë mase në skenë. Por që është lakuriq me duar në xhepa. Ajo, kjo që ne bëjmë. Dhe është kur? Dhe është shumë shpejt, ndoshta duke filluar që nga java tjetër, ngelet për të përcaktuar vetëm detaje teknike më tepër. Orsi besoj do të shkosh. Patjetër që po. Të mos bën gallë në Vjenë. Nuk mundet, po sigurisht. Unë ju falenderoj shumë që ishit. Me ne uroj shumë suksese për filmin, të cilin mbasi ta shoh, do t'i them si nga data 6 shkurt në Kinemat Imperial. Në Kinemat Imperial, oraret nuk besoj që ka nevojë të lajmërohen, po mund të pyesin nëpër recepsionet për katse, por gjithsesi do t'ju them se si ishte filmi. Mbase edhe mund t'ju thë rast për të diskutuar. Kritikat i pranojmë, një listët e të rrim për jashta. Se ishte dhe si duhet ishte. Shumë sukses edhe për lakuriq me duar në xhepa. Faleminderit. Faleminderit që na ndoqët të dashur miq. Nesër i takohemi sërish bashkë për sot natë e mirë.